na kanë ardhur nga larg me zina e gjetën sallën. Va kërkoj unë ndjesën. Pjesa më pak letrare dhe poetike në këto aktivitete që bëjmë është fjala e qeljes. Por unë sinqerisht va them që fjalën e qeljes e dua, i kushtoj të gjithë vëmendjen e dashurinë, sepse është fjala e mirëseardhjes për miq që na kanë ardhur. Të nderuar pjesëmarrëse dhe pjesëmarrës, mirë se na keni ardhur në këtë aktivitet për promovimin e librit Vajza që kalëroi diellin të poetes Miguel Flor. Miguel Flori është vajza që kemi aty. Në emër të krijuesve jonian, në emrin tim, në emër të gjithë juve që jeni këtu pjesëmarrës, unë panderoj poeten e cila na mblodhi në këtë aktivitet dhe Miguel më lejo që në emër të gjithë pjesëmarrësve, në emër të gjithë krijuesve jonian, në emër të edhe atyre që nuk janë sot të pranishëm këtu, por kanë dërguar, sepse sot na ka ndodhur një diçka, mësueset e letërsisë edhe mësuesit kanë një aktivitet nga ministria, më lejo që të dhurojmë një tufë me lule ku shprehim mirënjohjen, dashurinë, respektin për vajzën tonë që të nderojmë. Urdhëro tufën e lule. Le të filloj ky aktivitet poetik me një nga poezit më të bukura të Miguelit, por jo vetëm të Miguelit, një nga poezit më të bukura, do të thoja, të poezisë shqipe. Do më jepni të drejtë, pasi ta dëgjoni, të interpretuar nga gazetari Ermir Hoxha, i cili për një problem familjar nuk ndodhet sot këtu mes nesh, por na e ka lënë të incizuar. Le ta ndjekim poezinë me të cilin çelim këtë aktivitet poetik.
jo me fjalën. E ndej trembet paqes më shumë se luftës. E unë, mes vjeshtës që ftohet, vesh pallton time të vjetër. Dhe shpresoj që një ditë ajo të jetë thjesht kujtim, jo paralemrim. U tha që është një poezi e mrekullueshme, një poezi e cila na la pa frymë, poezi nga ato që është vështirë të komentohen. Ajo ndjehet, shijohet, përjetohet. Poezia e bukur nuk do vezullime, lamburitje, fjalë të kota, zhurmë me garë. Ajo thjesht lind vetë natyrshëm dhe pushton gjithë hapësirën e vjetë. Klubi i krijuesve jonian e ka marrë këtë emër në vitin 2005 dhe është në vazhdën e krijimtarisë së degës së lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Sarandës. Këtë klub krijuesish e ka drejtuar profesori ndjer Bardhyl Maliqi, Agim Matua, një poet i madh dhe ai ka ndruar jetë, e ka drejtuar 2 herë profesor Fitim Çavushi, Fitim Çavushi 9 muaj, tani e drejtoj unë bashkë me shokët e mi, Panajot Zoto, Panajot Boli, Agron Mema dhe Natasha Gjelili. Ftoj në podium profesor Fitim Çavushin, i cili është një shkrimtar i pashoq në mënyrën e të shkruajturit në letërsinë shqipe, me një stil tepër unikal, në prozë e poezi, me një kolan të madhe veprash e vlerash. Ai do të flasë për risit poetike në krimtarin e Miguel Flor. Urdhro profesorin nderuar. Në fakt du të mësues e të si e kam qenë, jo profesor, kuptoni. Por më respekton e Kuranin që unë profesor. Poezinë e poetes Miguel Flor e kam ndeshur fillim në faqet e rrjeteve sociale, Facebook e këto me radhë, dhe e kam veçuar në krahasim me shumësinë e atyre që paraqesin këto shkrimet e tyre në Facebook, për faktin se më është dukur disi më ndryshe, për nga mënyra e trajtimit të problemit, mënyra e rikrijimit të së bukurës estetike dhe të figurave, me vja tendenca për krijimin e figurave stilistike originale. Por mos e zgjato shumë pjesën time të temës, se 5 minutë që i kam timit, unë kam bërë një esej përshkruese, thjesht në funksion të temës që më saktuar nga kryesia e klubit krijuesve jonian. Të bukurës estetike, poetët e kohëve të ndryshme janë qasur nga kahe të ndryshëm: shikimi, krijimi dhe rikrijimi. Naimi Ynë e ka poetizuar të bukurën nga prizmi i trekëndshit, folklorik, romantik dhe platonik. Tek poem thi bukuria i shkruan: do të këndoj bukurin e të lëvdoj perëndinë, perëndinë e bukurisë që i dha shije gjithësisë. Charles Baudelaire, i simbolizmi francez dhe ati i poezisë moderne, e cilëson të bukurën si lule në detën e skeqes. Pra gjen atë të lindur edhe nga shëmtuara apo e ulta në përditshmërinë e dukjeve njerëzore. As bret të dhall nga qielli, a nga ferri i zi o bukuri, thot Baudelaire. Mendoj se Miguel Flor
për krijimin e së bukurës, në poezinë e vet zgjedh një udhë mesme, duke ju afruar të bukurës si objekt artistik nga dy rrugë, nga dy shtigje, ai traditës poezisë shqiptare dhe botërore dhe i bashkëkohësisë. Se më shkurtë përndaj. I bashkëkohësisë. Si? Po mirë. Në kuadrin e shumësisë, dakord jemi tani? Në kuadrin e shumësisë tash, të pafundit vargjeve që shfaqen rrjetet sociale, e bukura e kësaj poeteje s'ka nevojë për reklam, nxitje për lexim apo lutje për vlerësim. E kam fjalën për ato shtimet për kase që bëjnë ata që në Facebook që ama më bëj një vlerësim ose më lexo. Leximi dhe vlerësimi është të shive t'jake. Nuk do nxitje. Dhe poezia e Miguel nuk do nxitje për këtë punë, ajo vlerësohet në vetëdijshme nga krijuesit ose lexuesit. Si lexuesi i librit Vajza që kalon diellin, unë ndjeva kënaqësi estetike kur vrejta se kjo krijuese dallonte në disa drejtime nga shkruesit e tjerë, duke krijuar kështu stilin e vet origjinal në krijimtari. Pikërisht këto veçanti në raport me të tjerët bashkohor, do të mundohem të shpreh shkurt në këtë ese. Së pari, mendoj se përvijimi origjinal kuptohet që në titullin e figurshëm të këtij vëllimi. Në poezi, Vajza që kaloron diellin. Them se krijon dy shtresa kuptimore në mendjen dhe ndjesitë e lexuese. Atë të parafiturimit mitologjik të kalërimit femëror, Doruntina, Ajkuna, Tanusha, dhe atë të ndjeshmërisë sublime që lidhet me dëshirën e përjetshme të njeriut për të qenë udhëtar dhe shijues i sekreteve të universit. Së dyti poezia hyrse dhe në përgjithësi shumica e poezive dhe prozës poetike janë ndërtuar mbi bazën e një skeme komunikimi të thjeshtë por funksional. Triniteti dhënës, marrës dhe referent krijojnë intimitet të ngrohtë dhe mirëbesim reciprok mes poetes dhe lexuesive. Unë jam ajo vajza që guxova të prek zjarrin. Nëse ky libër arrin tek ti, dije se nuk është thjesht rrëfim, por frym që vjen nga një zemër që ka njohur edhe djegjen edhe dritën. Së treti, unë i poetik në vajgje nuk qëndron i fshehur në hullit e nën vetdijes, por shfaqet i gjallë, aktiv, kundërshtues, nxitës, revoltues për gjithçka që e ndjen shpirti, e shqetësyri apo e përjeton qenia. Do ta bëj poezinë tërku zjarri që fjala ime të illuzoj mbi gji. Unë ofroj dritë dhe kur vetë kam errësirë, sepse kështu dua të jetoj, duke dhënë jo duke llogaritur. Së katërti, mendoj se autoria harmonizon bukur format e poetikës tradicionale, folklorike apo autoriale me ato të poezisë moderne bashkëkohore. Kjo mënyrë afrimi tek lexuesi e bën krijimtarinë e saj më të afërt e të kapshme nga të gjithë, pavarësisht nga stadi i nivelit kulturor dhe arsimor të lexuesve. Shumë i për këtë janë poezit, fjalët që vrasin unë dhe loti, si dhe prozat poetike të cilat kërkojnë fakte kujdes në lexim dhe rilexim për të hyrë brenda natyrës tyre medituese. Së pesti, poezit e vëllimit Vajza që kalëron diellin rrëfejnë vetvete thuajse të gjitha vetit estetikës, por veç se duke u fokusuar më shumë tek e bukura, e madhrishmja dhe e shëmtuara. Këto kategori dhe tjeta dhe historinë në bashkëkohësi
i ka sajuar të ndërtruara me njëra tjetrën, pasi nuk ka mundësi, si mund ne të quanim një dukje të bukur, e të madrishme, pa ndjerë dhe njohur të shëmtuarën dhe të ultën. Pikrisht atë që ofron jeta, mundohet të poetizoj dhe eserizoj edhe krijuesja në vepën e vetë që i servi lexuesit. Dhe Miguel Flor këtë e bën mirë dhe me nivel të admirueshëm stilistik. Natë e rësirë plot dritë të butë, gjumi u bë trup, frima u bë këngë. Do të kesh net të gjata, ku vetmia do të rokas fort. Do të thotë se ke gabuar. Kur dashura shikon kurrizin, syri ka parë diçka tjetër. Janë vargjet shkëputur nga poezi ndryshme. Së gjashti, figura stilistike origjinale, si dhe vargjet aforistik, që krijon autoria, jo vetëm që shprehin përvojë dhe figura poetike, por njëherësh i japin vëllimit frym e mendim origjinal, risues e meditues. Ato kanë formën e aforizmave të mençurisë popullit apo të moralistëve në kohë ndryshme, por janë tërësisht vetjake dhe e lartësojnë stekën mbështetëse e të mirësisë artistike të poetes. Jeta nuk është vetëm ngjyra, po dhe hija që mësojnë të shohin më thellë. Unë dua të jetoj me hijen e vetes së dikurshme. Në çdo diell që lind është i domosdoshëm edhe shiu. Në përfundim të kësaj seje paraqitëse juroj Miguel Flor suksese maje më të larta me një këshill. Miguel, mos hip vetë janë qej, nga vlerësimet delirantë të ndonjëherë Facebook-janë. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit profesor. Agim Gjeka, një zë i rrallë, hyjnor, që nuk ka shqiptar, që nuk e ka dëgjuar te Radio Tirana. Poet, autor i 7 librave me poezi, recitues i qindrave poezive në emisionet e tij për poezin, na nderon me praninë e tij. Urdhëro i nderuar Agim Gjeka tunde sallën aty. Mirë dita. Duhet të mbledhësh mendjen mirë pasi të kanë thënë gjithë të fjalë të bukura. Miguel Flor. Unë për shumë vite kam drejtuar emisionin e rinis në Radio Tirana, edhe herë edhe në televizion. Dhe kur vinte radha që të vija këtu në Sarand, takoja sarandiot që ishin në fushën e letërsisë, si Sulejman Mato, e të tjerë, Lamro Ruci, dhe kur vija këtu takoja Agim Maton. Isha interesuar për letrarët e rinj, edhe më thoshin emra djemsh, po kur bëhet një emision i bukur duhet ketë edhe zë femre edhe zë mashkulli. Më femra s'ka Saranda, i thosha. Ngrinde supet Agimi. Njoha një poet që nuk di që bëhet, por që ishte një brillant. E takova në Lukov. Vasit Papam duket, nuk e di. Por më rinte mendja, çka këto vajzat e Sarandës që nuk shkruajnë, që nuk afrohen, që nuk aktivizohen. Dhe ja, erdhi koha kur unë kam marrë
rrugën e tatë pjetës të shti, njëhem me këtë vajzë, ma prezentuan, u futa në Facebook, edhe ngella me gojë hapur. Dhe ku ka qenë kjo vajzë? Atëherë kur unë kërkoja vajza letrare në Saran, e përfituroja këtë që atëherë s'kishte bindur kjo, por shumë vonë u paraqit për para jush edhe për para nesh me penën e saj. Pse? Ju keni detin këtë perlën këtu për para. Kjo vajzë kishte emrin Çame. Do ndodh ai fenomeni i vetë persekutimit. Edhe e përfituroi në thellësitë e detit, duke mbajtur mbi shpinë persekucion, derisa erdhi një ditë që edhe i shikonte si ëndër ato pasqyrimet lartë në bregun e detit, ose në sipërfaqen e ujit. Erdhi një kohë që kjo shpërtheu doli në sipërfaqe, edhe tha, unë tani do kalëroj diellin. Dhe vërtet, me vargjet e saj, herë vargje rebel që nuk pyesin as rim, as metrik, po krijon një fizionomi të re të poezisë moderne, që është në mes të poezisë klasike dhe prozës poetike, që ne nuk i kemi vënë shumë rëndësi. U manita dhe e takova, nuk e dje që ishte kaq e bukur. Dija bukurinë e vargjeve. Edhe të themi mes nesh, po t'isha në atë kohë që vija në Saran, do i kisha rëmbyer. Ashtu si shdoli kjo vajzë nga fundi i detit, me një volum kaq të madh krijimesh, botimesh, ashtu u rëmbeva unë pas kësaj vajze. Edhe nuk u ndava. Unë jam 75 vjeç. Kam një dy shoka aty lartë, një dy shoqe që më shohin kështu sikur jam kalama, kujdes se dorëzohesh, kujdes aty, kujdes këtu. Se kam kaluar dhe një ishemi. E thash do shkoj në Sarand, të plotësoj të gjitha të deficit të vajzave sarandiote, të poeteshave sarandiote. Dhe edhe me një këmbë do vija. Erdha, për shqyra erdha me dyja këmbët. Dhe më bëhet zemra mal që bashkëmoshatar të mi këtu, me flok me thinja, vinë dhe nderojnë në këtë promovim për urim të librit. Unë zakonisht mërzitem shpejt kur bëhen këto takime se marrin një ngjyrë akademike, po poetët Alfons poetët janë rebel nga natyra dhe nuk po merrem me fjalë, po do ndalim në një poezi që më kanë vënë një letër këtu. Unë nuk i lexoj për para prakisht poezit, se kam frikë se mos ja shtrydh lëngun, edhe kur vjen puna që t'ua transmetoj juve, ua jap pa lëng, po nuk ha gjella pa lëng.
a I përgjegjësi sallës ka menduar vetëm për ju t'ju ndriçoj, po duhesh ndriçuar edhe një çik kjo pjesa këtu që të lexonin. Vajza që kalëroi diellin. Ajo lindi në ag të zjarrt. Kur qielli dridhej nga drita, nuk pranoi të ecte në hije, po kërceu në shpinë të diellit, si një ëndër që s'ka frikë nga vetëtima duhet jetë se fillova të mos shoh më herë. Flokët I vërtiteshin si flak, zemra I rrihte në ritmin e reve, në sy kishte dritën e një bote të re, ku çdo plag bëhet këngë, e çdo lot shkëlqim që s'des. Ajo kalëroi mbi kohën, për te I urës së frikës dhe heshtjes, çdo reze që e dogji në lëkur, u kthye në varg, në dritë, në testament të shpirtit të lirë. Njerëzit e pan lart në qiell dhe than, është e marrë, kush guxon të prek zjarrin? Për ajo qeshi me diellin në sy, sepse drita nuk digjet nga drita. E tani çdo mëngjes që lind, shfaqet një vijë flake në horizont. Është kujtimi I saj, I asaj vajze që kalëron diellin me zemër të hapur dhe u bë legjend për ata që guxojnë. Ma ka bërë me hile ai që ma ka dhënë të recitoj këtë, se këtu më duket sikur e kam shkruar unë për Megin. Është një autoportret duket. Megi të lumt. Dhe nëpërmjet kësaj poezie ti thua kam kalëruar diellin. Mos e nevrikos diellin, se mos bën një vickël si që ben kuaj dhe dërzohesh, shtrëngohu fort, edhe rri gjithë jetën si kalorse nga çamëria. Shumë faleminderit I nderuar. Ftoj poeten, shkrimtare, studiuse Natasha Gjelili të referoj në temën vështrim I përgjithshëm letrar I librit Vajza që kalëroi diellin. Urdhëro Natasha. Përshëndetje të gjithëve. Poezia jam unë, udhëtim shpirtëror I Miguel Flor nga hija në diell. Ku lexon për herë të parë këtë libër, nuk shet thjesht poezi dhe prozë. Sheh një grua që flet pas fjalëve, një grua që dikur ishte e heshtur, e padukshme, e friksuar, dhe që një ditë vendosi të ngrihet dhe të flasë. Nuk pretendoj se do ta analizoj të gjithë këtë libër, sepse secili lexues ka këndvështrimin e tij, secili gjen atë që kërkon dhe secili merr atë që I nevojitet në atë moment të jetës së tij. Një libër I tillë nuk mund të mbyllet brenda një analize të vetme. Gjatë leximit të këtij libri të vinë në mend dy autorë, dy zëra të mëdhenj të letërsisë botërore.
ose më mirë letërsisë amerikane. E para Silvia Plath, shkruante nga dhimbja. Trupi i gruas tek Plath është fush beteje. Ajo ngrihej nga hiri, por ngrihej për të ngrënë, për të hakmarr. Out of the ash I rust with my red hair and I eat men like air. Shkruante ajo, nga hiri ngrihe me flokë të mi të kuq dhe i ha njerëzit si ajër. Edhe Miguel Flor shkrua nga dhimbja, edhe ajo flet për rilindje. Në çdo flak gjeta një mësim, në çdo djegje një rilindje. Por këtu është ndryshimi themelor. Plath ngrihet nga hiri për të konsumuar të tjerët. Miguel Flor kalëron diellin për të ndriçuar veten dhe të tjerët. Plath mbetet në errësirë edhe kur ngrihet. Miguel Flor e gjen dritën brenda vetes dhe thot: ajo dritë është poezia dhe poezia jam unë. Një autor tjetër që të vjen ndërmend është Allen Ginsberg, poeti i Beat Generation, atë që u lërinte kundër konformizmit në shoqërinë amerikane. I saw the best minds of my generation destroyed by the madness. Shkruante ai, pashmendjet më të mira të gjeneratës time të shkatërruara nga çmenduria. Edhe Miguel Flor përballet me një shoqëri që gjykon, përgojon, që do ta hesht. Njerëzit më panë dhe më quajtën të çmendur, shkruan ajo. Mos ma vrisni poezinë. Ajo është gjaku i shpirtit tim. Por Ginsberg shkruan shkatërimin. Ai është dëshmitar i tragjedive kolektive. Miguel Flor përkundrazi nuk është thjesht dëshmitare, ajo është luftëtare. Ajo nuk thot po më shkatërrojnë. Ajo thot, nëse frymën ma vini peng, unë me shpirt do të frymoj. I gjithë libri mund të perceptohet si një udhtim shpirtëror, i cili kalon në 4 etapa. Etapa e parë, zgjimi. Nuk erdha në këtë botë për të qëndruar në hije, thot autoria. Këto janë fjalët e para që të godasin. Edhe kur i lexon, kupton se kjo grua nuk po shkruante për një personazh, po shkruante për vendimin që mori një ditë, kur u lodh duke pritur. Sepse të presësh diellin, do të thotë të presësh që dikush tjetër të ndriçojë, por ajo vendosi të kaloroj vetë diellin, edhe nëse rrezet e diellit e djegin lëkurën, edhe nëse njerëzit e quajnë të çmendur. Këtu fillon rilindja. Jo kur gjithçka është e lehtë, jo kur të tjerët të duartrokasin, por me një bindje të brendshme që nuk të lë të qetë. Etapa e dytë, përballja me dhimbjen. Por rruga e diellit djeg, dhe ajo nuk e fsheh djegjen. Në këtë libër shihet një grua që qan, jo në mënyrë teatrale, në heshtje, qan për miq që humbi një nga një, si ruaza që i këput koha nga vargu. Tani, shkruan ajo, vargu i miqësive është kurtuar rreth gushës së zemrës, si një kujtim që s'mund ta heqësh, por që të dhen. Shihet një grua që mban në pallton e vjetër 3 gëzhoja, dëshmi e vëllait që ja mori një plumë qor në 97-ën. Dhe kur e lexon këtë, nuk shihet një tragjedi historike, por një motër që ende mban peshën e atij trupi mbi supe. Por populli im, thot ajo, ende s'është zgjuar, ende jeton me kërcitjen e hekurit, jo me fjalën. Ja ku është ndryshimi. Ajo nuk e kthen dhimbjen në urrejtje, ajo e kthen dhimbjen në dritë. Çdo dhimbje këndon, thot ajo, çdo lot bëhet zjarr. Kjo nuk është një frazë e bukur, kjo është një teknik mbijetese, sepse kur dhimbja bëhet zjarr, ajo nuk të konsumon, të ndez. Kur loti bëhet këngë, ai nuk të mbyt, të çliron. Etapa e tretë është sfida ndaj shoqërisë. Dhe pastaj vjen pjesa kur ajo kthen kokën nga shoqëria, nga ata që gjykojnë pa ditur, që buzëqeshin në fytyrë dhe thumbojnë pas shpine. Ajo thot troç, mos më gjykon nga buzëqeshja, ajo ndonjëherë është mask, jo dritë. Kërkon ndihmë kur të duhet, shkruan ajo, nuk është dobësi, është urtësia e shpirtit që do të jetojë. Por kulmi i kësaj sfide është himni i shpirtit të lirë. Ndoshta në duar më vën zinxhir, po shpirti im s'do të vdesë rob. Nëse frymën ma vini peng, unë me shpirt do të frymoj. Kjo nuk është duart, por nuk mund të më lidhni shpirtin.
Mund të më mbyllni gojën, por nuk do të gjej rrugë, dhe ajo rrugë është poezia. Etapa e 4 është rilindja dhe paqja. Tani vjen pjesa që të prek më shumë. Pasi kalon gjithë këtë, dhimbjen, gjykimet, betejën, ajo nuk mbyllet në vetvete. Bota vazhdon të jetë e njëjta, por është autori ajo që ndryshoi nga brenda. Ajo shkruan: dashuria nuk matet me pranin, por me aftësinë për të krijuar diçka nga mungesa. Kjo është një nga fjalit më të mëdha që mund të lexosh, sepse shumica prej nesh mendojnë se dashuria ka nevojë për dikë përballë, por thot ajo, dashuria e vërtet është kur ti mund të krijosh edhe kur tjetri nuk është aty. Pastaj vjen hapi i fundit. Hapi që e kthen të gjithë librin në një akt të vetëm. Nuk po kërkoj më fytyrën tënde, por dritën që më le pas. Ajo dritë është poezia, dhe poezia jam unë. Në këtë libër nuk shihet vetëm një poete, por një grua që u thye dhe u ringrit, që qau dhe e ktheu lotin në këngë, që e përgojuan dhe u përgjigj me poezi, që e lidhën dhe frymoi me shpirt, sepse të jetosh, thot ajo, do të thot të mos presësh që dielli të ndriçojë, por të mësosh ta kalorosh vetë. Duke e parë në tërësi, vepra e Miguel Flor nuk është thjesht një koleksion poezish apo prozash poetike, është një dëshmi e gjallë e një transformimi shpirtëror. Ajo që e bën këtë libër të veçantë në letërsinë bashkëkohore shqiptare nuk është vetëm fuqia e figuracionit apo guximi tematik, por autenticiteti i zërit. Në një kohë kur poezia shpesh ngatërohet me dekorimin e fjalëve, Miguel Flor na kujton se poezia vërtet është çështje jete a vdekje, është gjaku i shpirtit, është fryma e fundit kur të tjerët duan të mbyllin gojën, dhe pikërisht këtu qëndron vlera e saj. Ajo nuk na lë lexues të njëjtë si kur e filluam librin. Ajo na lë me një pyetje që nuk ikën lehtë, apo e kaloroj diellin tim, apo pres që dikush tjetër ta bëj për mua? Faleminderit. Urime Miguel. Të lumë Natasha, faleminderit. Klubi i Krijuesve Jonian ka një bashkëpunim shumë të mirë me shkollat nënvjeçare dhe të mesme të Sarandës. Aty ne kemi gjetur jo vetëm mësuese që shkruajnë dhe janë poetë të talentuara, por edhe nxënës të cilët e duan letërsinë dhe e recitojnë atë me pasion. Një poezi nga Eriona Ahmeti shkruar për miq. Sikur e ka shkruar këtë poezi enkas për këta miq që janë në sallë që kanë ardhur që nga larg për promovimin e librit të saj të parë. Urdo Eriona. Faleminderit. Kjo poezi miq nga tregon se ajo lind nga domosdoshmëria e brëshme për të shprehur. Ajo nuk pyet askënd kur lind, e në shumë raste lind nga dhimbja.
nga shkrimet e njeriu të afër, duke sikur kjo poezi ka shkruar nga Migeli, e ka spërtet me për të ditë ne që jemi të pranishëm në këtë aktivitet. Miq të vërtet saj. Një ndërhyrje, sepse poezia është poezi, proza poetike është prozë poetike. Kjo ishte një prozë poetike. Dua unë që të... Po. Po. Kush e ka rënë tash? Marieta Shakro Ravaj është një poete dhe autore e mbi 12 libra. Ajo është për shumë gjë të huaja dhe është vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare. Ajo do të flasin për simbolikën në poezinë e Miguel Flor. Urdhëro Marieta. Faleminderit për ftesën. Atëherë, libri Vajza që kaloroi diellin nga Miguel Flor ka 199 faqe, 139 krijime në poezi dhe prozë poetike, ku 4 krijime janë në gjuhë huaj, një në gjermanisht përkthyer nga Mihalla Qerapi dhe 3 në anglisht përkthyer nga vetë autorja. Autorja fton lexuesin ta lexojë librin që të motivohet prej tij dhe të reflektojë për jetën personale duke u frymëzuar përmes poezive, prozës poetike dhe reflektimit filozofik. Vetë titulli i librit, Vajza që kaloroi diellin, është një metaforë poetike që mbar disa kuptime simbolike. Kuptimi i parë simbolik është ai i lirisë dhe i fuqisë. Në kuptimin figurativ, të kalorosh diellin simbolizon triumfin mbi të pamundurën, lirinë absolute dhe kontrollin mbi fatin ose energjinë jetësore. Kuptimi i dytë është ai i optimizmit dhe i shpresës. Dielli përfaqëson dritën, jetën dhe të vërtetën. Kalërimi i tij nënkupton një gjendje shpirtërore ku njeriu ndihet i mbushur me energji pozitive duke lënë pas errësirën ose vështirësitë. Kuptimi i tretë është ai i arritjes së të pamundurës. Duke qenë se dielli është i paarritshëm fizikisht, kjo shprehje përdoret për të përshkruar ambicjet e mëdha, ëndrat guximtare dhe një rrugtim drejt lavdisë dhe ndriçimit shpirtëror. Kjo metaforë e titullit vjen si poezi, pra vjen në poezi si simboli një shpirti që nuk pranon të shuhet dhe që poezin do ta bëjë tërkuzë zjarri, që fjala e saj të yllëzoj duke fluturuar drejt qiejve që nuk i ka prekur ende, ku e kaluara do të qëndrojë si kujtim dhe të tashmen do ta jetojë me gjithë forcën e saj. Ka shumë krijime brenda një date që shërbejnë si një pasqyrë e gjendjes shpirtërore, zhvillimit intelektual të autores. Ato dëshmojnë gjendjen shpirtërore dhe ndjenjat. Krijimet e saj pasqyrojnë emocione intensive. Trajtimi i një teme në 2 versione prej autores bëhet për përshtatje me audienca të ndryshme për të kuptuar stilin e saj, mjetet gjuhësore dhe nuancat e kuptimit. Miguel Flor na jep të detajuar kompleksitetin e botës së saj shpirtërore me emocionalitet ku drama e saj është dramaciteti i kohës. Rebelimi ekzistencial shfaqet si revolt ndaj shoqërisë ku ajo ruan dinjitetin njerëzor përmes pastërtisë së dashurisë. Poezia e saj është me intensitet të dendur emocional. Perceptimi estetik vjen përmes detajeve artistike të marra nga jeta e saj. Ajo shfaqet e guximshme, e ndërgjegjësuar me kurajo qytetare për të përballuar vështirësitë e jetës, duke pranuar çfarë ka humbur dhe duke gëzuar atë që ka fituar, duke mbajtur shpresën si bagazh të lehtë dhe duke ecur me guxim mes stuhive. Stili i saj dallon për mjetet shprehëse dhe stilistike, ka gjuhë të pasur me thellësi emocionale. Figurat letrare janë të larmishme si metafora, antiteza, epiteti, krahasimi, simboli e të tjerë. Ka gërshetim të tonit lirik me atë dramatik, ku toni lirik fokusohet te pasqyrimi i gjendjeve shpirtërore si gëzimi, trishtimi, dashuria apo revolta. Bota e brendshme autores, ndjenjat, mendimet, përjetimet mbizotrojnë mbi ngjarjet objektive. Tematikat janë të larmishme dhe mesazhet dhe idetë janë të shumta. Vërejtja ime për librin, që pa dyshim nuk e zbe vlerën e tij artistike dhe estetike, është kujdes më i madh nga shtëpia botuese për korrektimin e gabimeve drejtshkrimore dhe mos përsëritjen e pjesëve të njëjta disa herë. I uroj sukses autores dhe rrugtim të mbar librit dhe drejt lexuesit. Dhe një nga krijimet që më ka pëlqyer më tepër pasi gëzimi më i madh i çdo autori është kur lexohet fjala e tij poetike. Është poezia Gruaj e pamposhtur. Asgjë nuk e mposht një femër të fortë, sepse ajo është guri pa lëkundur në furtunë, det i thellë që fsheh brenda vetes mistere dhe ëndra, dhe zjarr që ndez çdo hap të saj në errësirë. Ajo ecën mes rrënojave të botës, pa u ndalur, pa u trembur nga era dhe shiu, sepse çdo sfidë që i del përpara bëhet shkallë për të ngjitur më lart. Sytë e saj janë dritare të pafundme, ku shikimi gjen rrugën e vet, dhe çdo buzëqeshje e saj
thyen heshtjen dhe lind shpresa. Zemra e saj rresi mali e fortë dhe e qëndrueshme, dhe fjalët e saj janë armë pa gjak, por të mprehta për të mbrojtur atë që e do, dhe për të thyer zinxhirët që nuk shihen. Asgjë nuk e mund, as fjala e keqe, as syri që sheh për tej, sepse brenda saj ka një botë të tërë dhe çdo hap i saj krijon rrugën që e ka zgjedhur. Ajo është fuqia që nuk dorëzohet, është historia që nuk shuhet, është zëri që nuk ndalet, është drita që përballet me çdo errësi. Suksese Miguel Flor. Faleminderit për kënaqësinë. Nuk kishte si të mos bënte poezi për qytetin e saj, poetja. Të lutem, poezin kushtuar qytetit tim, interpretuar nga Ermiri. Qyteti im nga Jepi zëtë. Qyteti im hesht si një shpirt i lodhur, nën frymën e shiut që zjat kujtimet. Gjepet bien si fjalë të pathëna, ngulojnë plagët e rrugëve, ku dikur ecën pa e ditur se po humbin diçka. Dritat e zbeta rrethojnë rënojat e ëndrave, si qirim në një tempull të haruar. Era për të dhënë muret e ftohta, e në çdo dritare shonjë shpresë që tretet. Si ty, mbi fixhanin e fundit të kafes. Në këtë natë vjeshte, koha nuk kalon, vetëm rrëshqet nga dalë. Si unë bigjana, duke marrë me vete çdo zë, çdo aromë, derisa gjithçka kthehet në kujtim. Qyteti im më mëson të pranoj zbrastimin, si një mike të vjetër që s'di të flas. Me eshtin e tij i gjej përgjigje, se bukuria nuk është një gjallëri e vitës, por në qetësinë e asaj që ikë. E unë, në qiellin gritë të torit, e ndjej se çdo gjë shuhet. Nuk vdesëm vetë. Thjesht kthehet në poezi. A nuk ta thot kjo poezi se poezi shpirt, emocion, fjale pa thënë, ndjenjë që përshkruhet vetëm në këtë formë? Miq, klubi i krijuesve Jonian ka një bashkëpunim dhe një mbështetje, këtë nuk e them për reklam, për bashkinë e Sarandës. Këtë mbështetje e kemi gjetur nga shefja e kabinetit Eliana Shkurti, nga drejtoresha e drejtorisë së arsimit Teuta Ahmeti dhe drejtori i kulturës Ismail Murtaj, që gjej rastin t'i falenderoj. Fjalën e ka Teuta. Të nderuar pjesëmarrës, të respektuar miq të librit dhe të artit. Sot jemi mbledhur në Sarandën tonë për të ndarë së bashku një moment kulturor, për promovimin e librit me poezi Vajza që kaleroi diellin, të poetes son sarandiote Miguel Flor. Ky aktivitet është më shumë se një promovim libri, është një fest e fjalës së bukur, e ndjenjës së thellë dhe shpirtit krijues që lind dhe rritet midis nesh. Poezia ka fuqinë të prek zemrat, të ndes mendime dhe të na bëj më njerëzor. Pikërisht këtë dhuratë na sjell sot autorja me krimtarinë e saj të vyer. Titulli Vajza që kaleroi diellin në vetvete mbart simbolik të fortë, mbart guxim, dritë, ëndër dhe triumf mbi vështirësitë që na paraqiten në jetë.
është figura e njeriut që kërkon të arrijë lartësitë, që sfidon kufijt dhe që ecën drejt dritës me besim. Ne ndihemi krenar që në qytetin ton ka zëra krijues si Miguel Flor, të cilët pasurojnë jetën shpirtërore dhe kulturore të komunitetit ton dhe më gjërë. Çdo libër i ri është një pasuri më shumë për qytetin, për lexuesit dhe për brezat që vijnë. Në emër të Bashkisë Sarandë më lejoni t'ju falenderoj të gjithëve, t'i urojmë autore suksese të mëtejshme në rrugën e saj krijuese, frymëzim të pandërprerë dhe sa më shumë lexues që ta duan dhe ta vlerësojnë veprën e Miguel Flor. Si përfundim do doja t'i uroja Miguelit personalisht suksese më të përzemërta, si qytetare e komunitetit të Sarandës, si një grua përballë jetës maskiliste në Shqipëri dhe së fundmi si një çame. Faleminderit Miguel. Faleminderit Teuta. Përsëri një poezi nga Eriona. Poezia titullohet Kujtesë në prekje. Ju lutem dëgjoni. Është një poezi rënqetëse. Ju lutem dëgjojeni. Ajo më prek si një sen të huaj. Më shikon si një mrekulli, si copë kristali që thjesht e ka haruar në turbullirën e trurit, pa djeni. Ajo më sheh me sy të ngullur, duke u përpjekur mend të më mbaj. Dhe unë haroj dhe emrin tim, ta di kush jam, varet nga buzët e saj. Çfarë ka në mendje, do doja ta dija. Nëse sa do pak e bukur nga jeta mban mend, një gjë e mirë kam nësia. Bashk me kujtesën, heq edhe të ligën. Vetëm me prekjen tënde më kujto mua, fëmijën e sisës që të përgëzohet, dhe shpirti saj të mos shuhet krejt. Faleminderit Eriona, shumë bukur. Kjo poezi mi të mi i dedikohet nënës së Miguelit, e cila është në një gjendje të rëndë shëndetësore dhe ju urojmë shërim. Alfons Zeneli, diplomuar për gjuhë dhe letërsi, gazetari, drejtues i disa medjave, poet, fitues i shumë çmimeve poetike, autor i 3 librave me poezi. Për te nuk ka harim, në net, më kat i papërlyem. Urdhro i nderuar Alfons. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit. Miguel, përshëndetje, urime suksese. Gjimi e kuran gjithë juve. Kam lexuar një pjesë të rëndësishme të poezive të Miguel dhe jam befasuar sepse i kam lexuar dhe tani vonë. Tani vonë kam rënë në kontakt me to dhe jam befasuar në kuptimin e plot të fjalës për shkak të një stili krejt të veçantë të shkruarit në kuptimin teknik dhe të perceptimit të gjërave. Gjithashtu këto poezi karakterizon edhe larmishmëria e temave, e cila edhe është i parë tek poetët, por
edhe nuk është tek të gjithë. E ajo që bie në sy tek Miguel është fakti se në të gjitha tematikat ajo shpërthen me një fuqi të jashtëzakonshme, pikë së pari shpirtërore, sepse poezia është e tillë, është produkt i shpirtit. Mendja luan një rol të vogël, le të themi, kalim, përndryshe poezit qalojnë kur janë shumë të stisura, të menduara. Poezit e Miguel janë krejt natyshme, si që thash, janë jashtëzakonisht të veçanta, në to duke qartë i gjithë temperamenti i saj si njeri, si grua veçanërisht, dhe ata që e njohin nga afër mund ta bëjnë lehtësisht krahasimin me poezinë e saj, e cila vjen e fuqishme, e vrrullshme, plot vezullim dhe shpërthyese. Titulli i librit konkretisht dhe i librit tjetër Syri në Bëj Planet janë domethënë jashtëzakonisht domethënës, sepse nëse e kalderon diellin do të thotë që e ke përfithur atë dritën e tij, ngrohtësinë e tij dhe tashmë e drejton jo thjesht për të ngrohur veten, por për të ngrohur të tjerët, pikërisht nëpërmjet artit të saj, nëpërmjet prozës edhe poezisë së saj. Gjithashtu dhe Syri në Bëj Planet janë tituj shumë domethënës, të cilët në fakt janë vetë shpirti, janë një koncentrat, siç është poezia, i gjithë temperamentit dhe i qenies së Miguel si njeri. Unë në fakt si shumë prej nesh këtu, sepse për sa kohë na ka mbledhur një ngjarje letrare, sigurisht jemi lexues në mos poet apo shkrimtar profesionist, lexues profesionist mund të pretendojmë që jemi, edhe të paktën nga ky pozicion, pra si lexues, unë mund të them me bindje dhe larg asaj larg ritualit që në ceremonira thuhen fjalë të mira e kështu gjërash, këto janë domethënë ajo që them është jashtëzakonisht e sinqert, dhe kur bëhet fjala për art dhe aq më tepër për letërsi, nuk do t'ja lejoja vetes kurrë të ngrija dozën e lavdave, por Miguel Flor është një zë shumë i fuqishëm, spektakolar dhe unik në letërsi, edhe në prozë, le ta themi, por nuk do të merrem me ata, po qëndroj tek poezia, është një zë krejt unik në poezi. Ajo që e shquan tjetër, domethënë diçka tjetër e veçantë me Miguel Flor është dhe prodhimtaria, sa është poete prodhimtare. Unë shkruaj vetë, ka plot njerëz sigurisht që shkruajnë, po e marrin me ngadalë, nuk e di. Miguel është shumë produktive, e cila po ta shikosh nga larg mund të krijoj pak dyshime për shkakun e thjesht se arti nuk është shumë masiv, domethënë. Por Miguel e përballon në një mënyrë të pabesueshme, dhe këtë them me shumë sinqeritet, privatisht nuk ja kam thënë, por e përballon me shumë sukses këtë sfidë jashtëzakonisht të vështirë, shumë produktive, dhe do t'i thosha që ta ulë pak ritmin, se po detyrohemi të blem rafte të rinj librash. Miguel, nuk e di, do të kisha dëshirë të flisnja gjatë dhe shumë, por nuk i koncentrojmë do të gjitha, se do t'jemi shumë të mençur ta bëjmë gjë të tillë, kështu që po e mbyll, ju falenderoj që më dëgjuat. Miguel, falënderime dhe suksese. Është kënaqësi që dëgjojmë versime të tilla nga miq që na vijnë nga larg për një poete të qytetit tonë, dhe kjo na bën krenar. Odise Kote, një personalitet i letrave shqipe, shkrimtar i njohur i cili ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në letërsinë dhe gazetarinë shqiptare. Ai i ka sjellë letërsisë shqipe
një lexim të pasur krijimesh që përfshin poezi, tregime, novela, romane, drama, studime letrare, publicistik e të tjera. Urdhro i nderuar Odise. Përshëndetje të gjithëve. Unë nuk e njoh as personalisht, nuk se kam takuar asnjëherë. E kam ndeshur në Facebook në disa prej krijimeve të saj. Hegurani më kërkoi me ngulm që unë të vija dhe të thosha diçka për Laurën, se në Facebook njihet Laura. Më dërgoj pastaj me PDF librin e saj dhe kam disa mendime që dua t'ja them dhe t'i ndaj dhe me ju. Krejt rastësisht pak ditë më parë mësova që në Mesopotami është një vend që bie në Irakun verior, në Libanin lindor dhe afër Iranit. Është gjetur një poem prej argjilit në një plaj. Dhe çuditërisht, emri i shkruesës së kësaj poeme është një poem dashurie, është Enheduana. Aty sot bëhet luftë. Dhe ajo poete dhe bëhet fjalë 8.000 vjet më parë, 1.000 vjet përpara Homerit. Dhe ajo poete kishte në qendër diellin dhe dashurinë. Është një simbiozë shumë e bukur kjo dhe vërteton atë që thot esteti i madh amerikan Harold Bloom, që letërsia na njeh ne para se ne ta njohim atë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Së dyti, me duhet të them që kur pash dhe titullin e librit, Vajza që kaloroi diellin, një metaforë gati galaktike, mendova që poezitë e kësaj zonjushe dua ta quaj unë, zonjë nëse është, nuk kanë nevojë për tituj, sepse shpesh kemi poezi që kanë vetëm tituj dhe brenda poezisë mungon poeti ose poetesha. Brenda poezive të pothuajse të krejt librit është poetesha, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe kur e lexova krejt vëllimin, pata një ndjesi të tillë që sikur hyje në një stuhi dhe dilje nga një tornado dhe ishe ndryshuar i gjithi me të gjitha ndjesitë që kishe marrë pikërisht prej këtij vëllimi me poezi. Në fakt, për vajzat, nga mosha 12-13 vjeç deri në moshën 20 vjeç, ka një kohë që quhet koha patologjike e krijimit. Është koha kur vajzat kalojnë pubertetin, nënat e tyre ju thonë tani nuk jem ndryshe nga djemt, fillojnë dashuritë e para e tjera dhe shkruhet shumë poezi. Kapërcimi i kësaj kohe patologjike dallon poetën e vërtet nga pjesa tjetër. Sepse unë i besoj shumë tekstit letrar, jo elementve jashtë letrar. Se ka dhe element jashtë letrar, e njoh, e kam në lagje, me emocionoj, kështu e ashtu, por këto nuk kanë vlerë kur bëhet fjalë për diskutime serioze të letërsisë. Kur bëhet fjalë për diskutime serioze të letërsisë, i përmbahemi kanunit, Biblës, Kuranit, si doni, të ligjësive estetike, rrugë prej të cilave kalon krijimi letrar, kalon teksti letrar. Dhe do të thoshe që loja me vetmin me cilët fillon ky nuk është një ngasje për të hynizuar privatësinë e saj,
për të medituar, për të ndarë botën nga vetja, për të ndërsyer të tjera ngjarje të shpirtit dhe pastaj për t'i dhënë publikut. Autoria, më pëlqen ta quaj Laura, ka shkyshur gjithçka të sajën përreth, për miqt dhe të afërmit, për lexuesit dhe ka kaq shumë mirëseardhje për jetimesh magjike dhe andje shkëndjellse, duke endur me fjet e holla e teje të vendosura të jehonave të skajeve, sepse poezia e saj është e skajshme. Unë thash, hy në një stuhi dhe del në një tornado. Atë që ajo ka ngjizur gjatë gjithë jetës së saj, e ka mëtuar dhe më pas e ka kunguar për t'ia dhënë lexuesve. Jam frym që vjen nga një zemër që ka njohur edhe djegjen, edhe dritën, paralajmëron që në prologun e saj. Prej këtej nis sipas me zhvendosja në një dimension tjetër të shpirtit të saj. Poezitë e këtij vëllimi unë do t'i shtresëzoja në poezi antivetmie, poezi udhëtimesh, poezi filozofike, poezi të natyrës, poezi të nostalgjisë rinore, poezi të mesazhit. Sigurisht që këto nuk janë të prera me thik. Janë ashtu siç thuhet me estetik, një ars kombinativa. Pra janë një përzierje të gjitha këtyre gjërave për të krijuar një produkt që quhet tekst letrar. Metaforat në pjesën më të madhe janë ekzistencialiste dhe ndërtohen me diellin, zjarrin, qiellin, tokën, shiun, rebeshet, lumenjt, detet dhe oqeanet, por ka një kordele. Dhe kordelia është dhimbja. Dhe kjo i bën këto metafora gati kontinentale. Korpusin kryesor të poezive të këtij vëllimi, sipas meje, e zën poezitë e pasionit. Një pasion eruptiv, rrëmbyes, plot furtunë, shtrëngat, dhe jam dakord me Alfonsin, me thagma e thrillera, me të papritura dhe spontanitet. Mua më shkoi mendja kur po lexoja këto poezi që ajo ngjan si vuajtjet e djaloshit Werther, që na thot Gëtja. Dhe në këtë rast ne kemi vuajtjet e zonjushës Laura. Dhe po sipas Gëtes, ajo depërton plotësisht tek mashkulli, jo si qenie fizike, sepse sipas Harold Bloomit përsëri, gruaja performohet dhe merr kuptim tek mashkulli. Sikundër ndodh që dhe mashkulli merr kuptim tek gruaja. Sigurisht me ndjenjat e saj ajo paralajmëron, fton, tërheq, por dhe hedh në gremin, e ngër prap, fluturon me të dhe zemra i rreh pa pushim. Në Sarandë kemi tani një poete të tillë. Më bën përshtypje që në disa prej poezive të saj kemi një tipar shumë të rëndësishëm për poezinë, të folurën mistike. E folura mistike nuk është një gjë kaq e thjeshtë, është një gjë pak e ndërlikuar. Gjatë një leksioni që Gabriel Marquez bëri me studentët e letërsisë në Rom për artin e të shkruarit, ai dha këtë shpjegim. Tani që erdha në leksion, tha, më mori nëna ime dhe më tha, Gabo, këtu është ora 12, por ora 12 në vendlindjen e tij nuk ishte thjesht një fjali dëftore që tregonte kohën. Por në orën 12 binin këmbanat. Në orën 12 blihej një buqet me lule dhe pihej margarita me të dashurën në një klub tjetër. Pak përpara orës 12, prej paralajmërimi një vdekje të paralajmëruar, një vrasjeje. Pra shiko se sa gjëra përmblidhen.
në këtë ligjërimin mistik. Nëse sjellim një shembull nga se dhe populli edhe njerëzit e mençur e kanë përdorur. Thuhet, gomarica vjen vërdall, a don qumësht, a don vall. Dhe është nga pjesa veriore nga Shkodra. A don qumësht është normale se gomarica don qumësht. A don vall është pak e ndërlikuar, sepse ka ndodhur shumë procese nga qumshti deri te valla. Pra shiko se si vjen kjo e folura mistike. Dhe ky është një tipar shumë i rëndësishëm. Nuk është kaq e thjeshtë që ta përvetësosh dhe ta përdorësh në poezi një gjë të tillë. Sepse unë dua të them që kur bëhet analiza e një teksti poetik, sikundër edhe një teksti tjetër letrar, por me që jemi të poezia, po flasim për poezin, unë i besoj shumë Montales që thot të ngjyrimet, ka 3 katër. Në katin e parë janë disa fjalë të zakonshme me të cilat endet poezia. Dhe njësoj si tek vëllimi i Laurës, këto fjalë krejt të zakonshme janë guri, mali, qielli, toka, ret, deti e tjera, me cilat bëhet kjo endje e poezisë. Në katin e dytë që është shumë larg të parit, guri ka pengje, nuk është kaq i thjeshtë. Mali vuan. Po dhe qielli, toka dhe ret kanë problemet e tyre, dhe kjo është një endje tjetër, është endje e dytë. Duhet ka përcyer dhe kjo endje për të ngjitur në katin e tretë. Kati tretë është kati ku janë zotat, dhe aty gatuhen metaforat, që do të thotë, ka rënë shiu, ka vëlluar toka, janë ngjitur ret, ka ndodhur gjithë ky proces. Pra, është një proces i ndërlikuar në krijim. Madje studiohet sot si psikologi krijimi, dhe kalimi në katin e tretë është një gjë shumë e rëndësishme. Unë do të thoshja që te ky libër kemi poezi të katit parë, kemi një mas të madhe poezish të katit të dytë, por kemi dhe poezi të katit të tretë. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë. Sepse me gjithë letërsinë botërore, nga autorët më të mëdhenj dhe deri tek ata më të thjeshtët, nuk mbajnë mend 100 poezi të një libri, mbajnë mend disa poezi. Dhe kjo është një shenjë serioze që kjo autore nesër do të na japi libra edhe më të mira, me cilësi edhe më të lartë, dhe sigurisht unë shpresoj nga ato të katit tretë. Të uroj sukses. Faleminderit Odise, i diplomuar për ekonomi e filozofi. Shkrimtar, poet, eseist, komentator i poezive në mënyrën më të shkëlqyer. Është edhe një profesor i këngës labe. Miq, kush ka lexuar librat e Nanik Jahaj është mrekulluar. Kam kënaqësinë që vllazërisht e zemërisht ka futur në fjalorin shqiptar një fjalë të re. Zemërisht të ftoj Nanik Jahaj. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Ati që i bie radha të flasë fundit është në vështirësi të mëdha.
Në jugun tonë të perëndishëm, me Seli Sarandën, përmbytesh nga furia e zërave poetik, ku çdo njëri është më i mirë se tjetri. Por në këtë oazë aristokrat, poeti më i ri vihet para një sprove të fortë dhe ndjehet i rrezikuar në betejë të pabarabartë generalesh. Atëherë duhet bërë pa bëra për të sjellë të tjera brillante fjalësh, për të marrë devizën, për të ngritur zërin e për të thënë se jam edhe unë këtu, jam ajo delfini e dagëve, jam vajza që kaleroj diellin. Pyes veten, ç'është kjo krye lartë, që kërkon heshtje e vëmendje për ta dëgjuar. Ku e gjen guximin për të thënë se jam unë ajo poetja e jugut, kur dihet mirë që ky panteon ka poet emër më dhenj dhe tronditës. Shija s'është dhe aq e mirë, por kur lexon fjalën e saj të prillt, çdo gjë përmbyset dhe në kujtesë fiksohet një emër ndritur, Miguel Fior. Unë i them Fior se sa Flor. Pastaj më tej sheh ylberime maramundse dhe erdha si janë më prej ajri, po prej qumshtit Trëndelina shkonispolite të Trevës ku poetja u lind dhe u rrit, me mushtin poetik. Vetë titulli të fut në molloi. Kësheria imponon rizhytje brenda këtij libri sepse dihet mirë që koralet gjenden vetëm thellësive të mëdha aty ku muza fshe misteret e saj. Unë me merak e dashuri kam qëmtuar nga ky mozaik i poetës disa perla maramundse, të cilat meritojnë vëmendjen e këtij auditori kaq të mrekullueshëm. Nga syri i gjelpërës shoh shkronjat e syrit tënd. Ç'fines. A thua se vetë poetja ka teleskop të qelqer syrit plasaritur prej lot mallit, apo syri zëmrës së saj që shet pa dukshme. Trëndafili i gjirit krijet në kerpiku yllit. Cili do ishte ai shpirt piktori që s'do lumturojë me këto valgje të virtyr dhe të ekspozonte ato në tellajon e një antologjie poetike. Në qiellin e 7 Feksona se bardhe thojt. Kush prej ne se ka parë luspën e thojt, me hëndzën e ngërën dhe nuk e treti do të syrin atë lartë, ku rritet hëna e pa bërë dhe që tret yjet e këputur. Qumështi i gjirit si e bardhe syrit të nënës Leon. Do ishte pak të thoshim Varsa Gjëndi apo Gurunaze Floridi, një poem sa të nduse aq më gjepse që të lëpanën e të shkull rrënjët e krarorit. Këto ikona metafora të bëjnë ziliqar, deri në dëshpërim kur ato nuk i shkruan vetë, edhe pse desh prej tyre. Ato janë eliksir në vete që parfumon shpirtin njerëzor, janë vetë ozoni. Poetja vjen si një lumë malor, si troft kokrisur, që ikën kundra rrymës. Poezia e saj ka një binjakëzim fantastik, poezi me filozofinë. Lidhet në ngushtë me kulturimin dhe talentin e saj të madh që e trashëgon me gene çuditëbërëse, labri e çamëri, e cila e bën artin e saj aq të perëndishëm. Thinja shpirti rilindi kur dëgjon simfoninë e valgjeve që pikojnë nar, për çamërin hak ngërën. Një poezi që kushdo do të këndonte me veten e tij. Po e citoj: Nën kuror u liri, vodh vallja çame. Tabani i këmbës kokrat ktheu në vaj. Mi val lumi dëgjojnë klithma drame, vallja dhe kënga ruajnë historinë e saj. Kush më shumë se poeti, digjet kamin në zjarrminë e plagëve të mëdha. Është pikërisht ajo që i ndrit muri në krap prisave e Koran Alili, Timo Mërkuri, Agim Barjami e të tjerë Kabedan Jonian që kanë bërë zëmrën me birë për çamërinë hallemadhe. Është poetja merakmadhe që pendën e galvanizon galerive shpirtërore për etrit, për lidhjen, detin, dashurin, brenga dhe gëzimet, e cila si demone thundron dhe ka përzen kohën. Ndodhë rrallë që dikush të shkruaj një vëllim poetik në muaj, po kjo do ishte fare pak.
Kur hapet kapaku i sepetes, të tundon rrezullimi i poezisë vërtet, Miguel Flor. Mund të ndodhi që vërshimin të sjellë edhe vërgjelit pa kreuara mirë, por magjia e një këngë italiane vjen si siren e na bëhet lemës në gryk. E pa krehur ngjan edhe më e bukur, por akoma më lozonjare do të shkonte pa gëzimi ynë me althidhura jonë. Ndaj ky uzon, ndaj bashk udhtojnë natyrshëm, modernia me klasiken e verës vjetër. Aty gjend të mëshiruar vargmalin poetik nga uragani i Miguel deri te shumë poeti Betitruka, i cili me vështrim fajkoi mbi beden, duke se do të ratifikojë kufit e kohës. Në këto burime, poetja mëndet, meket, çmendet dhe do të ishte sinqert e mbërëslënës urimi ynë, udha dritë, safo e kohës moderne. Faleminderit. Shumë faleminderit i nderuar amik. Hava Muçellari dëshiron të thotë diçka? Një poete dhe shkrimtare shumë e talentuar, e cila ka ardhur e ftuar nga Migueli për të na nderuar në promovim. Uro. Përshëndetje të pranishëm, të nderuar pjesëmarrës, familjar dhe organizator të eventit promovues të vëllimit poetik Vajza që kaloroi diellin të zonjës Miguel Flor. Ky nuk është thjesht një organizim promovues, por një mundësi ku poet, prozator dhe artist të gjinive të tjera të jenë së bashku. Sepse ajo që i lidh artistët është pikërisht e bukura, emocioni mbi të cilën ajo ngrihet. Vetë poezia është diçka më shumë. Ajo i tekalon kufijt e së bukurës. Është diçka hyjnore, reale e përtej reales. Është frym që ngjitet lart, prek qiejt dhe zë që i përket tokës. Buron prej saj është një dallëndyshe që shtekton për në vende të ngrota për të kthyer sërish në pranver. Është një pemë që synon qiellin, por që s'mund të bëj pa i shpërndar degët mbi taban. Befasia e sotme është pikërisht një grua që e sjell atë vargun në taban. Dhe në taban kombëtar. Një grua që kur nata vjen e but, me hënza që shkëlqejnë, zemra i këndon, tingujt e saj rrëfejnë. Autorja për herë është në kërkim të këngës që mbush zemrën e saj. E ka gjetur dhe prap e kërkon. Edhe pse profesioni i saj si financiere e zhyt me shifra shqiptare të kompanive jashtë atdheu të saj. Gjen kohën kur muza lulzon në çdo frym e në çdo hije, duke i lënë zemrën të lirë të shtektoj e frymoj me vargun poetik. Në poezinë autores gjejmë butësinë e një gruaje, dhimbjen e një bie e motre, përkujdesjen e një nëne e krye familjareje, që shpesh i thot botës ndal. Një poete që kaloron diellin për të shpërndar mirësi, për ta bërë të padukshme vetmin, për t'i dhënë kësaj bote fytyrën e një gruaje që për herë befason, një gruaje që lufton për të zbritur mbi tokë dijet e shpresës dhe të paqes. Suksese, Miguel Flor. Ju falenderit
gjithë juve, mitë mi, sinqerisht, jam ndjerë shumë i nderuar, që në një auditor, me kryus shumë të talentuar, emra të dëgjuar, që unë një për një do të dëshiroja dhe ti përmendja, se janë një zë i fuqishëm në letrën shqipe, në letrën shqipe. Dëgjuat shumë vlerësime profesionale të jashtëzakonshme. Miguel, ti është e sigurt që jo gjithmonë do të ndodhesh në një ambient të tillë, me njerëz të tillë, me profesionistë të tillë, që do të zbërthejnë veprën tënde letrare. Gati për 1 orë gjysmë, 2 pa qerek, me një qetësi të admirueshme, me një vëmendje të admirueshme, dëgjuam fjalën e gjithë secilit dhe respektuam mendimin e gjithë secilit. Tani, besoj se fjala i ka ardhur autores Miguelit. Faleminderit të gjithëve. Kjo është e para, fillova një të shkruaj vonë. Kjo nuk do të thotë që kam shkruajtur. Janë 150 fletore, se dikush mund të çuditet që për 6 muaj po shkruan 12 libra, sepse 2 janë tani në përpunim. Fillova me plagët e heshtjes. Është ajo që, sepse Havaja tha tavanin, që dikush të shikoj tavanin, duhet të ketë parë sheshin. Kjo është edhe... Unë mendoj që edhe poezia dhe mendimi ka radhë. Për mua ky libër, sot dëgjova shumë gjëra të mira, nuk është ai më i përkryeri që unë thjesht u vendos që të promovoj këtu në qytetin tim. Ka ato defektet e veta. Faleminderit për gjithë mendimet tuaja. Unë prapë bëj autokritik, sepse ka dhe më bukur dhe më mirë. Nuk do të them shumë, sepse këtu fol shumë për mua. Unë jam e lumtur që jam vlerësuar nga njerëz që tamam bëjnë art. Premtoj vetëm që të ky qyteti këtu që linda që u rita, që dhe mba shumë, të jap gjëra të bukura në të ardhmen dhe ta bëj krenar që ka një vajzë si unë, një grua si unë. Faleminderit shumë. Mbyll këtë promovim libri, duke ju falënderuar për pranimin tuaj dhe u takoshim në promovimet e tjera edhe më të bukura, edhe më të suksesshme. Është momenti që shpërndahen libra, jepen libra, mesazhe dhe gjithë të mirat. Falënderim e pafund.